Kanë mbetur edhe 6 muaj deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Kalkulimet për kryetar komunash dhe për listat e këshilltarëve tani më kanë filluar. Në Kërçov jo zyrtarisht kanë dalë edhe emrat e parë të kandidatëve për kryetar komunash. Këtyre ditëve pritet që të shpallë kandidaturën Shkodrana Lili me profesion avokat, i cili merret edhe me aktivitete humanitare. Aktivitetet në terren i ka filluar edhe kryetari aktual Fatmir Dehari. Ai 2 ditë më parë ka qëndruar në fshatin Servic të Kërçovës dhe është shprehur falënderues për mbështetjen. Në fund të muajit janar, Dehari tha se mërgjimtarët kërkojnë me ngulm që ai të kandidojë sërish për një mandat të 4 në krye të komunës. Edhe Kërçova për ta përmbyllur mendoj që le të jetë vullneti shumë i zyrtar, se nga bashkëbisedimi me grupeçarët për ta dërguar deri në fund, kanë pasur edhe raste të këtilla, Fatmir jo 1 e 2, por shumë Fatmir mos na le. Edhe pse Dehari ka filluar me aktivitetet, megjithatë BDI si parti ende nuk ka dalë zyrtarisht me një emër për Kërçovën. Një periudhë u përfol edhe ish ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi, por kjo mbetet pikpyetje derisa nuk lirohet nga paraburgimi. Kandidat në Kërçov do të ketë edhe Lëvizja Besa, të paktën kështu ka deklaruar para disa muajsh në kryetari i partisë Fatmir Limani, por ende nuk dihet nëse do të jetë Limani apo ndonjë emër tjetër. Vleni do të ketë kandidat të tij për komunën e Kërçovës dhe për këtë do të vendos në radhë parë njerë kryesia e Lëvizjes Besa, mandaj këtë propozim cilën do të sjellë kryesia e Lëvizjes Besa do të duhet të aprovohet edhe nga të gjithë kryetarët që përbajnë Vlenin. Ndërkaq në zgjedhjet lokale, Aleanca për Shqiptarët e Arben Taravari do të garojë me listë të veçantë për këshilltar komunal. Së fundmi, anëtarët e nëndegës së Aleancës për Shqiptarët nga fshati Tuhin i Kërçovës, nëpërmjet një kumtesje thonë se distancojnë nga lëvizja e fundit e partisë, si për listën e këshilltarëve, ashtu edhe për daljen nga koalicioni Vlen. Nga VMRO, DPMN dhe LSDM, ende nuk dihet se kush do të jetë kandidat.